po këtë do shkojmë në moment të dytë. Secili nga hotelet ka lloje dhomash hoteli, double room, triple room, dhomë me pamje nga deti. Për shembull, mund të qelish një lloj dhome duke i quajtur diçka për testim, dhoma me ose pamje nga deti. Për hotelin 1 ose për cilin do hotel që ju dëshironi. Kapaciteti do jetë për 4 persona për shembull, çmimi do jetë 50.000 lekë. Okej, mbasi çelet lloji i dhomës, për momentin kemi pamje nga deti dhe double room dhe triple room, kapaciteti 2, 3 dhe 4 për hotelin 1. Çelim dhomat, për momentin kemi dë njësh për double roomin, të njësh për triple roomin, do çelim një dhomë të re, ku dhoma ka detajet e numrit. 8 njësh po i quajmë numrin e dhomës, do t'jetë për pamje nga deti, titulli i llojit dhomës, dhe prioriteti. Prioriteti është një vlerë që ne vendosim për të caktuar se sa e rëndësishme është që nëse vjen një rezervim në booking, sa e rëndësishme është që kjo dhomë të jepet e para, ose nëse nuk duam që kjo dhomë të jepet e para, e vendosim prioritetin sa më të lartë. Pra, nëse kemi 4 dhoma dhe kemi prioritetet 1, 2, 3, 4 për secilën, dhoma e parë që do jepet nga booking, që do rezervohet nga booking, do jetë e prioritetit 1. Më vonë e prioritetit 2 e kështu me radhë. Sa më i vogël të jetë prioriteti, aq më shpejt do të jepet për rezervim ajo dhomë në momentin që vjen një rezervim nga booking. Klikojmë ruaj. Tani për momentin kemi 3 dhoma. Secili nga userat bën pjesë në një hotel. Kjo caktohet useri në rolin e hotelit do të quhet recepcionisti. Useri përcaktohet se në cilin hotel do të bën pjesë. Tek plotësimet automatike kemi caktuar performën e hotelit, fusha e hotelit dhe vlera. Këtu caktohet nëse ky recepcionist bën pjesë tek vlera tek hoteli 1 apo tek hoteli 2. Mbasi kemi çelur llojet e dhomave. Dhomat vim tek menaxhimi i kalendarit. Menaxhimi i kalendarit është një shfaqje, një pasqyrë e rezervimeve dhe check-ineve, gjithashtu edhe vendeve bosh që ka për secilën dhomë, e grupuar sipas llojit. Kalendari ka settingsat e tij, muaj që do të shfaqen, që do të shfaqen vetëm muajin e parë, vetëm një muaj, do të shfaqen vetëm muajin aktual. Data 22 është sot, data 22 është kolon me ngjyrë veçmës. 3 muajt në vijim, data e sotme, gushti dhe shtatori, nga muaji aktual e deri në 2 muaj pasardhës. Kemi zgjidh disa dhoma, settings, një settings që mund të përdoret nga recepcionistët nëse ata duan të bëjnë rezervime multiple, pra për dhoma të ndryshme, të bëhet direkt rezervimi. Në momentin që ti zgjedh range-in data nga data deri, për secilën nga dhomat, keni mundësinë që të krijoni një rezervim apo check-in. Check-in bëhet vetëm nëse data nga është data e sotme, pra vetëm sot mund bësh check-in, nuk mund bësh check-in për datat më përpara, dhe rezervimin që mund ta krijosh në moment. Gjerësia e kolonave përcakton gjerësinë e secilës kolon që përfaqëson një ditë të muajit. Për të krijuar një rezervim
selektojmë datën me drag and drop, klik and drag, nga data deri. Në momentin që e lëshon, ke mundësi që të krijosh një rezervim ose një check-in, ku në rastin ton do t'jetë nga data 22 deri në datën 26 dhe check-ini do t'jetë në datën 27 pasardhëse. Detajet e rezervimit janë në qoftë se rezervimi paguhet nga kompania, pra nuk paguhet nga klienti direkte, por ja paguan kompania qëndrimin apo shpenzimet që mund të ketë në hotel. Këtu kemi listën e kompanive që kemi regjistruar. Nëse nuk është regjistruar, mund ta çelim një klient të ri, emri, qyteti, NIP dhe lloj dhe klikon në rregull. Hoteli është e vetë plotësuar pasi ky recepcionist ka tek user defaultet, pra bën pjesë tek hoteli 1. Status i rezervuar pasi ne klikuam që donim të krijonim një rezervim. Data e mbërritjes do të jetë data 22. Nata e fundit e qëndrimit është data 26 dhe në data 27 i bie të kemi check-outin. Shënim nëse në user i kërkon diçka ekstra ose recepcionisti ka diçka për të thënë rreth këtij rezervimi. Tek detajet e qëndrimit ke dhomën që selektuam në bazë të calendar views, tarifën që do ta shpjegojmë për pak dhe datën nga datën deri për këtë dhomë. Kjo qëndron pasi ka raste kur klientët duan që të rezervojnë më shumë se një dhomë, pra mund të bëjnë nga data 22 deri në datën 27 tek dhoma triple dhe më pas tek dhoma me pamje nga deti. Tek dhoma me pamje nga deti mund të zgjedhësh një range ndryshe nga datat, për shembull nga data 28 deri në datën 30. Dhe datën e largimit këtu do të ndryshone në datën 30, pra në range-in e fundit. Parapagimi është në momentin kur klienti vendos një kapar për të bërë rezervimin dhe guest janë të ftuarit që do të marrin pjesë në këtë rezervim. Qofse nuk e keni çelur të ftuarit klientët, nuk do t'i shfaqen këtu. Mund t'i krijoni klientët e rinj duke plotësuar dhënat e tyre personale tek ky dialog box. Për momentin po zgjedhim një klient rastësor. Parapagimin po vendosim 500 dhe klikojmë ruaj. Në momentin që rezervimi shtohet, krijohet me sukses, kemi direkte të afishuar në kalendar në dhomën përkatëse. Tarifat. Për pjesën e tarifave, secila nga llojet e dhomave, një sekond t'i fshim pak këto që ta shpjegojmë. Atëherë, edhe tek menaxhimi i dhomave do fshim rezervimin që bëm për të shpjeguar pjesën e tarifave. Secila nga llojet e dhomave ka një çmim. Pra, me pamje nga deti ne caktuam çmimin 5000. Mirë, po ka raste kur për periudha të ndryshme kohore gjatë vitit, hoteli dëshiron që të ndryshojë çmimin. Për shembull, 5000 do jetë çmimi i bazë. Në janar do të jetë çmim ndryshe dhe në gusht, duke qenë se rritet kërkesa, do të jetë çmim ndryshe. Caktojmë llojin e dhomës, pamje nga deti, emri, tarifa gusht për shembull, paketa. Në bazë të paketave që hoteli mund të ketë, room only, breakfast e përfshirë, full board, all inclusive, po e bëjmë full board. Data nga. Po e bëjmë për nga data 25 korrik deri në datën 31 korrik për të gjitha ditët e javës. Çmimet do të rriten dhe do të jetë nga 5000 do shkojë 6000.
Prioriteti është e njëjti rol si prioriteti tek dhoma. Klikojmë ruaj dhe do shohim se nga data 22 deri në datën 24, pra këto 3 ditë që kanë mbetur para tarifimit, çmimi i pamjes i dhomës me pamje nga deti është 5.000 lekë. Mbas datës 25 deri në fund të korrikut, çmimi do të jetë me 60.000 lekë. Kjo sepse ne aplikuam tarifën, por ne mund të shtojmë dhe periudhë tjetër për këtë tarifë. Për të gjitha të fundjavat e gushtit, për shembull mund të jetë një diçka tjetër, për të gjitha fundjavat e gushtit, çmimi do të jetë 70.000 lekë. Për minimum qëndrimi 3 ditë. Klikojmë ruaj dhe do të shikojmë që nga data 1 gusht, fundjavat do të kenë çmimin 70.000 lekë. E premte e shtunë e diel. E premte data 31 është aplikuar çmimi i ri për minimum qëndrimi 3 ditë. Tani e shohim këtë tek rezervimi. Do të bëjmë një rezervim për triple roomin për 3 ditët e mbetura, krijimi i rezervimit. Pamje nga deti ishin. 3 ditët e mbetura, krijo rezervim. Çmimi pamje nga deti. Çmimi është 50.000 lekë nata. Për guestin, klientën rastësor, parapagim 50.000 lekë, në total kemi 3 net të përfshira, 150.000 lekë çmimi total. Më pas do të bëjmë një rezervim për mbas datës 25 për korrikun, duke aplikuar tarifën me çmimin e ri, në bazë të tarifës që ne krijuam pak më parë. Për klientë rastësor, çmimin do të vëmë re që është aplikuar tarifa gusht. Tarifa gusht është thjesht emri, pasi mund të vendosim një emër çfarë duam ne. Tarifa gusht, po kjo është. Tarifa gusht, edhe pse kjo ka 2 range datash, nga korriku dhe gushti, thjesht ky është emri që i vëmë tani sa për provë. 10.000 lekë para pagim, përgesin për klientë rastësor. Çmimi do të ndryshojë në bazë të tarifës. Tani do bëjmë një rezervim në gusht, ku do të kapim 3 fundjava dhe 1 ditë normale. Krijo rezervim. Do të kemi 3 fundjavat me çmimin e ri dhe 1 ditë normale me çmimin bazë. Guest, do të plotësojmë përsëri klientin rastësor, ruaj. Pra, kemi krijuar 3 rezervime të ndryshme me bazë çmimesh të ndryshme. Çmimet bazë që kishte lloji dhomës, çmimi i ri me tarifën e korrikut, ku çmimi ishte 60, dhe çmimi me tarifën e fundjavës plus një çmim bazë. Secila nga këto rezervime ka mundësinë që të ndryshojë range-in nëpërmjet klikimit dhe drag and drop-it që mund të bëni në kalendar. Mbasi të lëshoni mausin, do të gjeni një dialog konfirmimi që do t'ju do t'ju pyesi për konfirmim për range-in e datave të reja. Informacionet që mund gjeni për secilin rezervim janë tek butoni 3 pikëshit informacione ndrysho. Folio i klientit mundet të jetë i çelur vetëm nëse klienti ka bërë check-in dhe në momentin që ka bërë check-in i çelet folio këtij klienti, ose mund të gjeni detajet në folio të klientit nëse ai ka bërë check-in dhe ka
konsumuar diçka në restorant, që do ta përmendim pak më vonë, dhe i është shtuar fatura e restorantit në foljon e tij. Për momentin ky ka vetëm parapagimin, gjë që e çon në krijimin e folës, pra ky klient ka rezervuar me parapagim, do të thotë që është krijuar folio në mënyrë automatike.